Është promovuar libri Djegjet dhe shërbimi i tyre, kushtuar mjekut popullor Recep Toska. Në këtë libër paraqiten ndër të tjera praktikat e mjekut popullor, të cilat dëshmojnë se shërimi mund të gjendet edhe tek rrënjët dhe gjethet e bimësisë natyrore nga autorja Elmira Rama. Mjekësia tradicionale nuk synon të zvendësojë mjekësinë moderne, por na mëson se si të përdorim dhuratën e natyrës për shërimin dhe mirëqenien tonë, është shprehur autorja e librit. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Ju falenderojmë që këtë ditë të diele vendosët ta kaloni këtu në Zharës. Është kënaqësi e veçantë që të kemi pranishëm edhe përfaqësues të institucioneve. Në fund të ditës jemi të gjithë njerëz dhe të ekspozuar ndaj dëmtimeve të organizmit, përfshirë edhe ato të djegjes. Për mua si autore e librit nuk është libri i parë, por dua ta theksoj që është i pari libër ku kam ndjerë një përgjegjësi të madhe dhe një merak veçantë për ta pasqyruar dhe për ta prezantuar ashtu siç duhet një kontribut të tillë në zonën tonë, një histori suksesi, do të thoja, të mjekësisë popullore këtu në Zharës, atë të mjekut ton popullor Recep Toska. Libri është një përmbledhje e përgjithshme, përmban informacione të përgjithshme. Kryesisht dëshmitë e pacientëve janë ato që e bëjnë atë të besueshëm dhe tregojnë efikasitetin e mjekimit nëpërmjet recetës së mjekut ton popullor. Mjeku popullor Recep Toska, pasi falenderoi pjesëmarrësit e shumt në këtë ceremoni, u shpreh se djegjet përfaqësojnë një nga dëmtimet më serioze dhe komplekse që mund t'i ndodhin njeriut. Sipas tij, për shkak të natyrës, ashpërsisë dhe ndërlikimeve që mund të shkaktojnë, trajtimi i djegjeve kërkon njohuri të sakta për ndërhyrje të menjëhershme, trajtim dhe rigjenerim. Ai theksoi gjithashtu se njohuritë e trashëguara ndër breza për traditën e trajtimit të djegjeve kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin rezultate efektive. Përshëndetje. Ju falenderoj për pjesëmarrjen që morët. Jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur që ju morët pjesë në këtë aktivitet për promovimin e librit që bëm, i cili i kushtohet gjithë atyre që kam pas probleme me djegjet, që unë kam shërbyer. Ju falenderoj të gjithëve që morët pjesë. Që keni marrë pjesë këtu të eveniment për babin tim. Unë jam shumë i lumtur që punoj prej shumë vitesh me babin tim, duke ndërthurur mjekësinë popullore dhe mjekësinë moderne, të cilës unë i përkas. Unë kam dëshirë që ta vazhdoj këtë fushë të cilën e vazhdoj prej 20 vitesh vetë, por që të jap edhe përmirësimet e vazhdueshme duke ndërthurur të dyja që janë të nevojshme dhe mjekësia moderne, sepse ne ecim në hapin e kohës, edhe jam shumë i lumtur. Shëruar nga djegje të shkallëve të ndryshme, dëshmojnë se trajtimi nga mjeku popullor Recep Toska është efektiv dhe i besueshëm. Sipas tyre, ai gëzon reputacion të lartë dhe besim të plot nga pacientët. Ata kanë raportuar për shërim të plot dhe në pjesën më të madhe të rasteve pa shenja të dukshme. Keni ardhur të gjithë miqtë e doktor Recepit. Kam privilegjin të flas edhe si një ish pacienti doktor Recepit. Fal shërimit të tij që është në moshë të vogël nga djegja nga Qumshi, sot nuk kam asnjë shenjë të prometim. Përveç të tjerave si një komunitar i Zharës, di privilegjin të theksoj që doktor Recepi në radhë të parë është një humanist dhe një njeri i shkëlqyer në radhë të parë dhe një doktor i mrekullueshëm në radhë të dytë. Shpresoj që destinacioni dhe klinika e doktor Recepit të kthehet në një destinacion për të gjithë ata që kanë nevojë për mjekimet nga djegja dhe ju uroj mbarësi dhe të ketë arritje dhe suksese të mëtejshme. Çam për mua për mendimin tim, është nga mjekët tonë që ja juston punë firmë, edhe nga jashtë duke se sa doktor shteti apo sipas shteti italian apo gjerman për të mjekuar, po mos këtë dhe Shqipëri. Me drejtësi që ta pëlqen nga jashtë për të mjekuar se një nga doktorët më të mirë. Ju urojmë Recepit, doktor Recepit dhe grupit tij punës suksese
është fat për neve komitetin tonë që një dalje suksesi i Recepit është i veçantë, me punë, me pasion, nga askushi arriti në këtë nivel profesional, njësor, humanitar. Po kënaqësia më madhe është që Recepi ka vazhdimsi me djalin. Arbri është djalë i kompletuar, profesionist i kompletuar, dhe vazhdimësia që çdo prind, çdo familjar e ka në pikën e parë të larë fëmijët. Unë ju uroj suksese Recepit në vazhdimësi dhe jetë të mirë. Përshëndetje, unë jam Florida, jam infermiere. Para 2 muesh më bëj vajza me gjerë komplet, pjesa në smaj, qafa, krahu, këmba. E në fillim ishte në pak dyshuese për terapi popullore, por besova te doktor Recepi edhe sot janë e vajzën që po besoj në do të vjetë asnjë shenjë. Shumë faleminderit doktor. Unë jam një pacient i doktor Recepit, është një doktor me duar të arta, është një doktor human, një doktor që po i dhe trashëgiminë dhe djalin. Ju urojmë suksese doktor Recepit në këtë fushë shtëpi të mjekësisë. Ju uroj suksese. Kënaqësia më e madhe është që doktori ka lënë djalin Arbrin, sepse Arbri ka në 2 fronte, sepse është dhe për mjekësi, po dhe kjo që ka bërë doktori ja ka lënë djalit, kështu që përshëndetje të dyve dhe inshallah rrof mjekësia popullore themi ne. Për pjesëmarrësit e shumtë në ceremoninë e inaugurimit të librit informues Djegjet dhe shërbimi i tyre, ku trajtohet përvoja e mjekut popullor Recep Toska në trajtimin e djegjeve përmes kombinimit të mjekësisë popullore natyrale me shkencën, u organizua dhe një koktejl.